Më duhet të fokusohem tek elementet kryesorë të cilët them se përbëjnë interes për këtë takim, cilat janë risitë kryesore të kodit tonë penal. Ndër të parat, unë kam listuar të transmetoj përpara jush disa, sigurisht pa e përmbajtur në pamësi për të përmbajtur rëndësisë specifike të tyre për i rëndisë si të tilla. E para lidhet me konceptet, përshkrimin e koncepteve, instituteve kryesore mbi cilë lënda penale pjesa e përgjithshme mbështetet. Përpos faktit që kjo është një re, kodet e mëparshme, ligjit e mëparshme penale nuk e kanë praktikuar një element tillë, më duhet të them dy fjalë për rëndësinë pse. E para konceptet janë të rëndësishme për mënyrën se si ato zbatohen duke zgjidhur një çështje konkrete, që do të thotë që rregullojnë një kuadër normativ të caktuar i cili duhet ndjekur. Në parëmësi të këtij rregullimi konceptual, lë shtek për keq interpretime apo keq kuptime të ndryshme. Deri më sot ligji shqiptar, siç thash, nuk ka patur të tilla koncepte, gjykatat kanë qenë ato të cilat kanë përshkruar përmbajtjen e koncepteve në vendimin e jurisprudencën e tyre, dhe kaq ka mjaftuar për sistemin tonë drejtësisë për të udhëhequr nga këtë lloj koncepte. Ne kemi menduar që konceptet janë të domosdoshme të shënohen në ligj për shkak të efektit tyre detyrues. Efektet që lidhen me komentar apo me qëndrime të profesionistëve të caktuar nuk janë detyrues, për edhoj shpesh mund të shmangen nga interpretimi. Vendimet gjyqësore shqiptare ende nuk kanë plotësuar përshkrimin e gjithë konceptet të cilat Kodi Penal përmban, kështu që ishte udhës që paralel me sa vendimet gjyqësore kanë shënuar si bazë e kuptimit të tyre, ne kemi shtuar gamën e interpretimit të atyre koncepteve dhe përmbajtjes definicioneve të tyre në mënyrë që praktika gjyqësore të mbështetet në dokument të unifikuar. Jam plot shpresë që ato koncepte tashmë nuk lënë shtek më për të keq interpretuar. Dhe sistemi gjyqësor do të ketë element më tepër pavarësie në raport me to. Kur analizon sistemin në tërësi, sheh që devijimi nga përmbajtja e koncepteve është një element i cili lidhet me njohuritë me aftësitë e sistemit sigurisht, por jo pak edhe me integritetin e tij. Kështu që përcaktimi ligjor i koncepteve është një element thelbësor i respektimit të tij dhe i forcimit pavarësisë këtij sistemi. Për sa thash së fundmi, flen për çdo lloj të reje që lidhet me këtë kod, siç është për të kaluar te e reja dytë, disa element komentues në dispozita. Dispozitat, sidomos ato që lidhen me konceptet të cilat kanë patur keq interpretime gjyqësore, gjykata shpesh mbajnë qëndrime të ndryshme sepse lidhet jo vetëm me element të faktit, po ndonjëherë shpesh lidhet edhe me element të njohjes dhe me të aftësive, kanë bërë që konceptet të ndryshme të mund të marrin ngarkesë dhe rëndësi të ndryshme. Ndaj, ne kemi menduar që definicionet dhe komentet në raport me to janë mjaft rëndësishme për të shkuar tek ai element, për të arritur atë element që sapo thash që lidhet me pavarësinë e sistemit. Një çështje tjetër të cilën doja ta paraqisja si një element me plot të reja është çështja e dënimit në tërësi. Mënyra e caktimit të tij. Dënimi në tërësi në Republikën e Shqipërisë është rregulluar nga dy dispozita të cilat në vetvete janë të pamjaftueshme, ato sigurisht përshkruajnë të gjithë procedurën nëpër të cilën gjykata kalon për të dhënë një vendim, por janë të pamjaftueshme për t'i dhënë rëndësi
asaj procedure dhe atyre elementeve në cilët mbaron bazohet gjykata për ta mbështetur vendimin e saj. Ne kemi bërë praktike rrugën në për cilën kalon gjykata. Dhe këtë prakticitet në për të cilën kalon apo duhet të kaloj, më mirë duhet thënë duhet të kaloj, ne kemi shndruar në detyrim ligjor. Sigurisht është një detyrim më tepër, është një ngarkesë më tepër e prokurorit dhe gjykatës, edhe avokatëve sigurisht, por është një garanci për të arritur në një dënim të drejtë. I kemi dhënë peshë specifike të gjithë elementeve të cilët lidhen me kriteret mbi të cilët bazohet vendimi. Peshë e cila në rezultante të përgjithshme të gjithë elementeve supozohet të çojë në një vendim të drejtë, të ekuilibruar, proporcional. Proporcionaliteti i cili është një nga elementet bazë që lidhet me gjykimin e ndershëm dhe e drejtë. Një çështje tjetër, kur flas për ngarkesën e posaçme, më duhet të përmend të dy rrethanat kryesore mbi të cilët përtej masës dënimi të cilët ligji përcakton lidhet me rrethanat lehtësuese dhe rënduese. Ne kemi bërë të mundur të krijojmë një ekuilibër ndërmjet tyre, efektin e ndërsjellë tek njëra tjetra dhe ngarkesën secilës prej tyre në raport edhe me kompensimin e dy anshëm. Një element tjetër që lidhet me dënimin është lloji i dënimit dhe shtimi i arsyeshëm dhe një game shumë herë më të gjerë se sa sot të dënime plotësuese. Nisur edhe nga një lloj dekriminalizimi i lehtë apo një ulje masës dënimit përgjithsisht e shënuar në ligjin penal, projektin e ligjit penal, ne kemi dhënë peshë që ka qenë një tendencë edhe mbështetur nga aktet ndërkombëtare. Ne kemi dhënë peshë aplikimit të dënimeve plotësuese apo të disa lloj dënimeve të cilat në raste të caktuara vlerësohen nga ky lloj procesi, nga ky lloj propozimi si i mjaftueshëm për të arritur në një edukim apo në një parandalim. Sidomos për veprat të cilat krijojnë pasuri të padrejtë, është rekomanduar që përveç rasteve kur konfiskimet janë të detyruara, kjo masë parandaluese të mund të ketë përsi në gjitha rastet e tjera kur nuk është e detyruar. Sepse mendojmë që efekti i një procesi penal duhet të jetë i plotë. Është i pamjaftueshëm dënimi penal me një burgim apo me një dënim tjetër jo nga këto të karakterit pasuror, nëse rikuperimi ndaj veprës nuk është i plotë, siç është rasti i konfiskimit të të mira materiale të cilët janë krijuar nga kryerja e veprës penale. Një çështje tjetër që lidhet me dënimin është me qëllimin e tij. Çështja e qëllimit të dënimit nuk është çështje thjesht doktrinare, apo më keq akoma e karakterit teorik, të pakuptueshëm, abstrakt, por është çështje e cila materializohet konkretisht në ligj për sa lidhet me rikuperimin, riedukimin e të dënuarve në një proces i cili duhet të jetë i karakterit shkencor dhe korrekt dhe serioz. Ne kemi rikonfirmuar me besim të plot që një për qëllimet dënimit është dhe riedukimi. Sigurisht ky është një proces i cili nuk mjafton të është një koncept që nuk mjafton të deklarohet, por duhet shoqëruar me një rregullim konceptual i cili fillon nga ky kod dhe përfundon tek mënyra se si realizohet vuajtja e dënimit, që do të thotë gjithë procesi edukimit që zhvillohet në burgje. Për sa lidhet me kodin, ne kemi konceptuar si mjaft të rëndësishëm
konstatimin e këtij përgjatë riedukimit të këtij elementi. E para dhe dyta, praninë e viktimës. Ne kemi menduar që prania e viktimës në këtë proces, që tërthorëse lidhet me qëllimin e edukimit, siç është bie fjala ulja e dënimit, lirim para kohe me kusht, dhe elementet tjerë të cilët janë lehtësues përtej pas procesit caktimit dënimit, roli i viktimës është deciziv. Apo, më falni mbase termi i papërshtatshëm është mjaft i rëndësishëm. Gjykata është e detyruar të ketë parasysh dhimbjen e viktimës, për ta konsideruar procesin e riedukimit jo vetëm një proces thjesht individual, por një proces i cili sigurisht është individual, por që është ndikues në paqen sociale e cila duhet ketë parasysh përgjatë këtij procesi. Ndaj, e theksova në fillim që qëllimi i dënimit merr rëndësi kryesore në këtë projekt. Pasandaj, preka rolin e viktimës edhe më duhet të them si një risi tjetër në këtë projekt është përfshirja në të disa elementeve procedural të cilët penal procedural të cilët të lidhen me atë që përmenda për viktimën. Ne kemi bërë një përkufizim të viktimës. Janë disa elementë procedural që lidhen me të drejtat e viktimës, disa elementë procedural që lidhen me heqjen dorë nga ankimi, për ato veprat cilat ky projekt i ka konsideruar të lehta dhe të mjaftueshme për të ndjekur për mbi bazë ankimi dhe për shkak të rëndësisë së një paqeje ndërmjet palëve në konflikt, rekomandojmë ndjekjen me ankim. Ka disa element procedural që lidhen me të miturit, që janë mjaft të rëndësishëm. Dhe logjika e përfshirjes e elementeve procedural që në përmbajtjet e tyre nuk i kundërvijnë kodit procedurës penale e para dhe dyta rregullojnë çështje minore në raport me rëndësinë e madhe që të gjërave që kodi i procedurës penale rregullon, dhe e treta rregullon çështje që kodi i procedurës penale nuk i ka rregulluar. Të treja këto në kompleksitetin e tyre na bën na e bën të rëndësishme që ne t'i përfshijmë këto element procedural. Në këto të tre konceptet bashk ne i përfshijmë. Dhe nisur e tëra kjo u nis nga parimi që ky është një ligj me të njëjtin strukturë të miratuar siç miratohet dhe kodi i procedurës penale, por edhe nuk ka përplasje hierarkie në këtë çështje. Të miturit. Kjo është një çështje mjaft e rëndësishme e karakterit jo vetëm thjesht penal, por edhe social, edukativ, me fjalë tjera të gjithë ne kemi besuar, sidomos kur vjen në moshën tonë, kemi besuar që rinia është e ardhmja e vendit. Ndaj nisur nga kjo rëndësi e madhe e këtij brezi, jemi detyruar që qasjen ndaj tij edhe në fushën penale sigurisht ta kemi me plot takt, me plot dëmshuri dhe humanizëm të shtuar, dhe përtej asaj që kemi detyrim përkundër çdo lloj shtetësi. Sepse jo vetëm shkaqet që i nxisin ata drejt kriminalitetit janë shkaqe që lidhen dhe me punën tonë dhe me edukimin që ne përçojmë tek ai brez, me mundësitë që ai ka, me shkollimin që ai merr, me ambientin ku jeton, por edhe për atë që e ardhmja u takon atyre, kështu që ne kemi bërë kujdes të mund të jemi sa më të dhimbshur në raport me ta, me shpresën që masat edukuese për rreth tyre do jenë efikase.
pra dolat e masat e edukuesa. Masat e edukuesa dhe mjekësore ndaj tyre janë në një rregullim të hollësishëm. Sigurisht kjo do të rikujtoj edhe një herë përgjegjësinë e shtetit për ta stabilizuar të gjithë infrastrukturën që edhe ligji sotëm e përmend në raport me ta. Mënyra si edukohen, vendi ku edukohen, proceset edukuese përgjatë vuajtjes dënimit, lirimi nga ky proces edukues, rikthimi përgjatë në gjirin e familjes, e tjera janë në rregullime të cilat është vonë tashmë duhet ishin bërë parë, por është vonë tashmë dhe duhet nxituar për të përshtatur. Njëkohësisht janë edhe masat mjekësore të këtij karakteri, sidomos natyre, për varësinë e ndryshme të tyre ndaj fenomeneve, ndaj përdorimit drogës, ndaj alkoolit, apo varësi të tjera të cilat hasen për ditë në jetën e tyre. Një element tjetër që lidhet me të miturit dhe me atë tendencë që ne patëm është risia që grup moshat e reja ta rrisim nivelin e moshës, dhe ne kemi parashikuar që nëse do të plotësohen disa kushte të tjera të cilat janë të shënuar në ligj, si mitur mund të trajtohet edhe një 21 vjeçar. Ne mendojmë që kjo nuk është një shifër e thënë dhe bërë sepse ne duam ta bëjmë, por është rezultati një vlerësimi statistikor dhe logjik që mbështetet tek pjekuria e tyre. Ne shohim që mosha 18 vjeçare e konsiderimit të miturit, apo 16 vjeç në raste të tjera, apo 14 në raste të krimeve, duhet parë më me tolerancë. Ne nuk kemi kohë, nuk kemi patur kohë, nuk kemi patur mbase edhe vëmendje për të parë ndryshimet strukturore të mënyrës mendimit apo të aftësisë për të kuptuar ato shifra moshës që unë përmenda, por nisur edhe nga tendenca e asaj që thash në fillim, e kemi bërë këtë lloj propozimi zgjidhje në mënyrë që me shpresën që efikasiteti të jetë në dobi të shoqërisë sonë. Personat juridik. Një element tjetër janë personat juridik, rregullimi i këtij instituti është i hollësishëm në këtë kod. Thelbi i gjës qëndron në faktin që personi juridik duhet të strukturohet nëpërmjet masash dhe strukturës posaçme për të bërë të mundur evitimin e kryerjes veprës penale. Personi juridik nuk duhet parë më thjesht si një strukturë biznesi qëllimi të cilit vazhdon të jetë sigurisht fitimi, ofrimi shërbimeve, lëvërimi i mallarve, lëvizja e tyre, prodhimi i tyre e kështu me radhë, por nëpërmjet këtij ligji rritet kujdesi i posaçëm që ata të strukturohen me kujdes që aktiviteti i tyre zhvillohet në përputhje me ligjin dhe mos lejojë shtigje që paligjshmëria të zërvonte. Kështu që rregullimi i shërben jo vetëm rregullsisë së ushtrimit të aktivitetit të tyre, por gjithësisht edhe është një standard i cili bazohet në direktivat e Bashkimit Evropian të dhëna për akte të ndryshme të cilat, vepra penale të ndryshme të cilat sipas gjasave mund ndonjëherë të kryhen edhe nga personi juridik. Me që përmenda direktivat, po kaloj te risia tjetër e këtij projekti, i cili lidhet me direktivat. Risia është e dy fisht në këtë rast. Në pikpamjen e standardit
që gjë më e rëndësishme ka rëndësi të posaçme në pikpamje të perspektivës të vendi në raport me integrimin evropian është një përgatitje korrekte jona për ta pritur atë ditë me të paktën me legjislacion penal të gatshëm. Kjo është rëndësia e parë, dhe rëndësia e dytë lidhet me verba penale konkrete dhe me elementet konkret që çdo direktivë ka në raport me pjesën e përgjithshme të këtij kodi, siç është me dënimin, me krimin organizuar, me definicionet e këtij të fundit, me konfiskimet apo elemente të tjerë të cilët pak a shumë unë i përmenda. Direktivat kanë bërë në këtë pikpamje të dytë kanë bërë dhe një efekt tjetër e cila lidhet me numrin e përgjithshëm të veprave penale të parashikuara në pjesën e posaçme. Përgjithsisht direktivat janë në fushën e uroj ti përmend të gjitha, në fushën e kibernetikës, terrorizmit, krimet kundër njerëzimit, ushqimit, mjedisit, mbrojtja e kafshëve, financat e BE-s, sistemi bankar në tërësi, sistemi tatimor edhe doganor, prokurimet publike dhe elemente të shumë të cilat nuk më vinë ndërkohë që janë pasqyruar në këtë kod. Ne kemi patur dispozita lidhur me sa përmenda, por nevoja për t'i rivlerësuar ato dispozita, rikonceptuar, ka bërë që numri tyre të shtohet dhe të shtohet jo pak. Një rësi tjetër të cilën doja ta përmendja lidhet me një proces dekriminalizimi që ne kemi bërë për një grup vepra siç janë ato të fushës tatime dogana dhe diku tjetër. Jo dekriminalizim në kuptimin e plotë së fjale, por si një tendencë për t'i dhënë tendencë e cila bazohet në pikërisht në ato direktiva të cilat unë përmenda, tendencë e cila i jep autoritet administratës publike në raport me shkeljet e para të vërtetuara. Ne kemi ndjekur zgjidhjen, alternativën që administrata doganore, autoriteti tatimor, do të vlerësojnë administrativisht shkeljet e para, dhe nëse shkeljet e dyta do të pikasen, atëherë merr jurisdiksion sistemi i drejtësisë penale. Me klauzolën dalëse që nëse shkelje e parë që në rrugë të zakonshme vlerësohet nga pikpamja administrative, është me një nivel të lartë shmangje tatimore, evazioni, apo shmangje doganore, mos pagesa, sjell kompetencën e prokurorit të ushtrojë ndjekjen penale pavarësisht zgjidhjes rregullit që përshkrova. Kjo është, siç thash, është rekomandim për direktivës, por njëkohësisht në pikpamje praktike do të ulë numrin e çështjeve, por njëkohësisht do të shtoj shumë përgjegjësinë e organeve përkatëse, të cilat do të jenë nën mbikëqyrje vetëm thjesht nevojës publike, taksave, shumave, nivelit të mbledhjes tyre, dorisë specializimin e kështu me radhë, por do jetë dhe nën kontrollin e prokurorit për sa lidhet me atë çështje kur prokurori është kompetent për të filluar ndjekjen penale. Dhe e fundi që doja të thoja për këtë risit
duhet ndalem tek lirimi para kohë me kusht. Më kaloi në çastin kur unë fola diçka për paqen sociale, për rolin e viktimës, për edukimin, qëllimin e tjera dhe më duhet mbase del më mirë më vete. Ne kemi patur në ligj disa pengesa që lidhen me aplikimin e lirimit para kohë me kusht, për sa lidhet me burgimin e përjetshëm. Përfundimisht, diskutimi i gjatë u mbyll me propozimin që po ne mund të aplikojmë lirimin para kohë me kusht për dënimin me burgim përjetshëm. Kjo është, duhet më besoni që është një propozim shumë i guximshëm. Debati ka qenë i fortë. Debati ka qenë i fortë sepse këtu më pleksen shumë gjëra, një pjesë cileve unë i përmenda: viktima, procesi edukimit, paqja sociale, rendi publik, shkalla e kriminalitetit në këtë vend, të cilën më duhet ta prezantoj si një element bazë në cilën është ndërtuar gjithë politika, gjithë çështjet e dënimit që lidhen në këtë projekt, e të tjera element, por nisur nga besimi që edhe personalisht kam, që njerëzit ndryshojnë, njerëzit përmirësohen nëse kushtet në cilët vendosen dhe puna me ta është e efektshme. Kjo nuk është një parull e thënë për shkak të qoftë edhe të formimit tim, por është një eksperiencë e përditshme që ndodh gjithandej. Ndaj, përfundimisht ne e propozuam të zgjidhje. Se çfarë fati do ketë kjo zgjidhje? Apo dekriminalizime të tjera që unë s'po i përmend sepse mund të krijohet që sot mbasdite një debat shumë i madh, edhe me që do ikim me pushime mbasdite nuk pres telefonata. Nuk dua t'i përmend. Por mund të krijojë debate dhe është mirë të krijojnë debate, sidomos në ato çështje të cilat kanë një karakter social mjaft të fortë dhe të cilat në atë karakter social mjaft të fortë futen dhe element të besimit fetar, apo qoftë jo të tillë. Dhe unë pres që diskutimi i përgjegjshëm të zhvillohet dhe në fund ne të dalim me një zgjidhje në këto element, të dalim me një zgjidhje të përbashkët. Dhe këtë dëshirë dhe këtë urim kam për të gjithë specialistët pastaj të elementeve teknik të procesit, që ta marrin me seriozitet, ta lexojnë me përgjegjësi, të mos mbeten në diskutimet e tyre vetëm tek elementet që unë e kam dëgjuar që është propozuar kjo